kur e shikon qabën kur hin herën e parë, domon e kujton madhnin Allahu azza xal, çfarë shtëpie, sa i ka ndodhur këtu, apo edhe kujton bujërinë e Allahut dhe mirësinë e Allahut ndaj tij, andaj shtohet presia e falërimit, e shukrit ndaj Allahut vazhdimisht, elhamdulillah o Zot, falërimi qoftë Allahut, ajo varfënia për Allahun e vazhdueshme se veç Allahu të ka pru këtu, e të ka nderu, e të ka përzgjedh në mes të shumë njerëzve. Prandaj ngjallet një lloj mirënjohje e vazhdueshme e robit në raport me Allahun te barekuhu teala për mirësinë që Allahu ja ka dhënë dhe padyshim se edhe i kujtohet edhe madhësia e tawafit, nga se tawafi është një lloj namazi, sikur se ka thënë pejgamberi, tawafi është namaz, përveç se në të është lejuar me fol. Prandaj ti duke bëu tawaf, të kujtohet sikur se me kon namaz vallahu, apo sikur se me kon çfarë që do me kon për kushtimi namaz, shumë me kon fokusi namaz, mendja që do për Allahut, edhe në tawaf me kon se jeni në lloj namazi, po me një formë tjetër ku lejohet me fol apo. Andaj edhe thot te guri i zi kur e çon dorën e prekin se ka mundësi, s'ka mundësi me prek, rresht e trajton këtë çast në raport me gurin e zi, një lloj besatimi me Allahun azza xal, se si besën kur e kanë pejgamberin sahabët apo tonë besën se kanë më të bëu. E aty te guri i zi e ka thënë Allahu gurin e zi prej xheneti, apo që me përshëndetje të një besatimi, se pejt tash e tutje realisht ndryshe kanë me kon, po e nisëm tre. Ai që po pika fillon tawafi, fillon pe guri i zi, edhe fillon me çka? Me bismillah, Allahu akbar. Do bismillah, namet Allah, Allah është më i madh, Allah ka më ndihmu në rrugtimin tëm të ri që po e filloj me hapjen e parë në tawafin tëm për jetën time apo. Shikoj çfarë lidhje të fuqishme mes nismës nga guri i zi, mes dorës që e çon me besatimin dhe në Allah ta zgjoj për përmirësim të gjendjes dhe për një rifillim të ri në jetën tënde, duke e ndërlidh këtë rifillim me lëvizjen e tawaf. Çfarë lëvizja në dunja ka më qenë? Ka do që të sillim o Zot, do të jetë një sjellje që sillet rreth kënaqësisë tonë, rreth shpërblimit ton, rreth adhurimit ndaj Teje, jo rreth mëkatit, sigurisht me ka mundsuar mos sill rreth çabës, gjithmonë ka mos sill që ti ka kënaqësia jote, si mirënjohje dhe si besatim, domthon për mundësinë që më ka dhënë marr në këtë